Përshëndetje të dashur teleshikues. Rikthehemi kësaj radhe me një tjetër episod në Koha për të folur. Dhe bashkë me ne në studio është Sara Gora. Përshëndetje. Përshëndetje dhe gëzojmë shumë që të kam në studio sot. Të falenderoj shumë për ftesën, është kënaqësi. Unë e di që ti studion profesioni jot është një logopede. Po. Dhe gjithashtu e di që ti e ke me shumë dëshirë këtë gjë dhe e bën pra me një zemër shumë të përulur ndaj Zotit. Si ka qenë ose si erdhi dëshira jote për të bërë logopede? Tani unë logopedin për herë të parë e kam dëgjuar si deg në gjimnaz. Me thënë drejtën ka qenë ajo faza që ti nuk e di se për çfarë do ta vazhdosh shkollën, çfarë ke dëshirë të bësh, po dija vetëm që kisha marrëdhënie shumë të mirë me fëmijët dhe I kisha shumë qejf degët e mjekësisë. Ajo që doja unë të bëja ishte që të kisha një përparëse të bardhë, të kisha edhe ca fëmijë rreth rrotull edhe kjo është puna ime. Në momentin që ma prezantuan në logopedin si deg, thash, okay, pse jo, do ta shoh një herë. Kur fillova pak nga pak të shikoj se me çfarë merrej në të vërtetë, aty kisha pashën edhe gëzimin që okay, unë do bëhem një logopede. Edhe nëse e mendoja veten në një profesion tjetër, ishte e pamundur. Logopedia ishte sepse në atë momentin që e ndan mendjen që dëgjoj se unë do bëj këtë dhe kjo më pëlqen, është e vështirë që të ta ndroj dikush mendjen, që të bësh diçka tjetër ose të provosh diçka tjetër. Nuk e mendoja veten në asnjë lloj profesioni. Domethënë të gjitha të tjerat ishin X për mua, logopedia on top. Po, zakonisht logopedia pra është një gjë e njohur në fakt, po ka qenë në kohën më përpara, nuk e di, po flas në kohën më përpara sikur koha e qepës, por shumë vite më përpara nuk ishte kaq e njohur sa ç'është sot. Edhe njerëzit në fillim kur thonin logopedi thonin çfarë është kjo se nuk e dim. A ishte kjo gjë për ty në fillim? Apo doli një gjë që thjesht doli në, si thua, në sipërfaqe gradualisht dhe ti thua, është dhe kjo gjë, është dhe kjo profesion ekziston. Unë nuk e kam pas ditë fare. Logopedia në Shqipëri ka hyrë me vonesë. Në fakt, krahasuar me shtetet e tjera, në Shqipëri ka pak vite që është hapur. Dhe në momentin që unë gjej logopedin, e gjej nga motra ime, sepse shoqja e saj ishte logopede, edhe thjesht, okay, ty të përshtatet si tip, logopedia do durim, logopedia do dikë që të ketë vullnet fort, që të merret me fëmijët. Edhe unë personalisht nuk e dija fare që ekzistonte si deg. Domethënë degët e mjekësisë ç'a dinim ne, ç'a ishin këto stomatologji, farmaci, mjekësi e përgjithshme, veç kaq. Kështu që logopedia ishte një njohuri e re edhe për mua. Kur t'u prezantua në fillim, ti the që doje të merresh shumë me fëmijët, edhe në të njëjtën kohë doje të kishe një përparse të bardhë të veshur. A ishe pak skeptike ndaj kësaj gjëje si fillim apo e pranove menjëherë? Po, pak po, sepse është ajo frika e të panjohurës, që okay, unë do bëj diçka, po unë as nuk ja kam idenë se si bëhet, se ç'a po bëj. Do vazhdoj logopedi, po kjo nuk ka një kthim pas. Domethënë ti do ta nisësh shkollën, do ta përfundosh, plus që po nuk pate durim, po nuk pate vullnet për të punuar me fëmijët, më mirë mos puno fare, mos e merr fare si rrugë. Është më vërtet. Plus që degë mjekësisë, vështirësia ishte të paktën vitin e parë njësoj sikurse mjekësia e përgjithshme. Edhe nuk e di, domethënë hiri I Zotit se ti ishte për mua që të kam mbajtur. Po. Sepse në fakt të punosh me fëmijët nuk është shumë e lehtë. Do të kesh shumë urtësi edhe do që të dish se si ti ndihmosh fëmijët në ca momente kur sa ta nuk din ta ndihmojnë veten. Ndërsa ti duhet dish të ndihmosh edhe bëhet ndonjëherë edhe emocionalisht nuk është shumë e lehtë në ca momente. Unë punoj me fëmijët edhe tek kisha, jam në shërbesën e fëmijëve, edhe kur ke sfida me fëmijët e krishterë, me fëmijët që janë tipik, mendo sa sfida mund kesh me fëmijët që kanë një çrregullim apo kanë një problem, njësoj sikurse mund të përmendim autizmin apo çrregullime të folurit, sindromat e ndryshme, është dyfish më shumë sfidë. Si ndikon besimi yt në lidhje në marrëdhënie me pacientët, në lidhje me si trajton ata ose si është një fjalë në anglisht që thuhet you approach them, si ndikon kjo gjë, se si ka ndikuar? Tani mua një gjë që nuk më pëlqen tek logopedia në Shqipëri është që kanë filluar ta kthejnë pak në biznes. Që do të thotë mjafton që të bësh atë një orë terapi dhe merr atë pagesën në fund, kaq mjafton. Po e vërteta është se ata fëmijë nuk kanë nevojë vetëm për terapi, ata kanë nevojë për Krishtin. Edhe aty ku ne jemi drita e vetme që ata mund të shohin. Nëse ne nuk e shkëlqejmë dritën, si do mundi ta shohë errësira. Kështu që kam një qasje sa profesionale, po aq edhe emocionale, se normalisht kur shikon që fëmia ka një sjellje, një terapi nuk është duke ecur ashtu siç ti ke pritshmërit, normalisht që kjo të ndikon. Ndonjëherë edhe mund të mos kesh motivim për të punuar, por lavdi Zotit që mbështetemi tek ai. A është e vështirë emocionalisht? Është pak sepse ti shikon fëmijë që qajnë kot, që ti nuk e di as a ka ndonjë shqetësim, apo është duke qenë se e ka një tek,
është fëmia duke u grindur se i dhem diçka, dhe nga ana tjetër ke fëmijë të cilët mund të dëmtojnë të tjerët, dëmtojnë veten, edhe okay, çfarë duhet bëj tani? Normalisht duhet që ta stopojmë sjelljen, por që të prek emocionalisht, të prek gjendja në të cilën është, ndjen atë dëmshurinë e Zotit kur shef një fëmijë në atë gjendje sidomos. Sepse do të bësh diçka, po ndihesh sikur nuk ke gjë në dorë. Po, je komplet e pafuqishme përpara tyre. Thjesht gjëja që mund bësh është të stoposh sjelljen në moment, por kaq. Po me dorët e tjera ditën në vazhdim. Në fakt, pastorja thot gjithmonë këtë, edhe mua më ka ngel e përdor në shumë momente të ndryshme, që mendoj që të aplikohet edhe ty në këtë rast, me 1 orë në javë ti nuk mund të ndryshosh gjë. Ose me 2 orë në javë kur ai fëmijë është gjithkohës në shtëpi, ka prindërit e tij në shtëpi, dhe sidomos kur është problem kur ti ke prindër përballë që nuk din se si të ndihmojnë, jo sepse nuk duan, sepse nuk i duan fëmijët, por aq din dhe aq bëjnë. Dhe të njëjtën gjë ajo e thot madje edhe për jetën në kishë, thot e diel nuk të, domethënë si të thuash, nuk të përmbush, nuk të ngop, duhet më shumë se aq. Dhe vërteta është që ndihesh një moment i pafuqishëm sepse okay, unë nuk po di se çfarë të bëj më dhe nuk e kam unë në dorë, unë e shoh që ai bën progres ose ajo bën progres kur vjen tek unë, por pastaj kthehet në shtëpi dhe vjen një tjetër person tjetër dhe unë nuk po kam atë, si thua, efektin që do doja të kisha. E vërteta është se një gjë që ne ju themi prindërve vazhdimisht është që punoni me fëmijën në shtëpi, sado që ne të punojmë në terapi, sikur fëmia të japi maksimumin e vet aty në orën e terapisë, në rast se prindi nuk punon në shtëpi me fëmijën, e gjithë terapia mund shumëzohet me zero. Sepse normalisht fëmia sado që të përthithi, nëse nuk punohet vazhdimisht me të, ne e quajmë terapi intensive, fëmia nuk do të ketë më rezultat. Dhe ajo që ne duam të arrijmë është që fëmia të arrijë të jetë i pavarur komplet për veten, por s'mund të jetë i pavarur me 1 orë terapie, pavarësisht se mund të vi 5 ditë javës. Shumë e drejtë, kështu që. Do të bëj një pyetje si një spektator i jashtëm. Apo rritet numri i fëmijëve në Shqipëri që kanë nevojë për këtë lloj përkujdesjeje? Po rritet shumë edhe është e frikshme. Për disa nga këto gjëra as nuk dihet arsyeja se pse po shkaktohen, për shembull autizmi që është një problem global, nuk po dihet arsyeja pse fëmijët kanë autizëm. Deri në moshën 2-3 vjeç ti e ke fëmijën e shëndetshëm, duket i shëndetshëm, pavarësisht se mund të ketë ato shenjat e para, dhe ti e diagnostikon fëmijën në moshën 3 vjeçare me autizëm. Po nga erdhi ky autizëm? Se okay, me qenë një çrregullim komunikimi, një defekt artikulimi, e ka një shkaktar, edhe ti mund ta kurosh shumë lehtë, mund ta trajtosh shumë lehtë. Por me autizmin që nuk dihet akoma, edhe numri, me thënë drejtën, është rritur shumë. Fëmijët që un kam tani në terapi, 3 çerreku i tyre janë autizëm. Kuptoj, është rritur shumë numri. A mund të na tregosh disa vështirësi të punuarit me këtë lloj kategorie fëmijësh, sepse nuk janë gjithmonë shumë të lehtë, ama janë, ti e di më mirë se unë, por janë, domethënë kanë një farë lloj, i punon mendja për disa fusha që them të vërtetën thua, o Zot, domethënë nga një janë aq sa dhe atë kanë nevojë për, sikur i mungon diçka, në tjetër kohë kanë diçka të shtuar që disa njerëz nuk e kanë. Kanë disa farë lloj sjellje që ndonjëherë duken normale, janë disa të tjera që nuk duken normale, pra shumë është pak e vështirë ndonjëherë të punosh me këtë kategori fëmijësh sepse kur nuk e di se çfarë të pret. Po. E vërteta është se ne ecim me një plan pune, por gjithmonë çdo seancë terapie ndryshon nga njëra tjetra sepse fëmijët janë shumë të ndryshëm. Si janë një ditë nuk janë ditën tjetër. Edhe me thënë drejtën, shumica e tyre kanë shumë sjellje. Dhe pa eliminuar sjelljen nuk mund të arrijmë dot një komunikim normal me fëmijët me autizëm. Shumica e tyre mund të kenë probleme sepse nisin rreshtojnë gjërat, objektet dhe kanë sjellje të tyre tipike që në rast se ti ja u prish monotoninë, në rast se ti ja u prish rutinën, këta fëmijë nisin dhe agravojnë pastaj. Mund të kalojnë në dhunë si ndaj të tjerëve, por edhe ndaj vetes. Edhe një nga gjërat që më prek më shumë është kur fëmijët kalojnë në vetdëmtim. Me diçka shumë të vogël, me një acarim të momentit, fëmia mund të kalojë në vetdëmtim. Apo ti e shef që një moment të shumë i lumtur dhe është thjesht duke qeshur nga hiçi, nuk është se ka diçka komike apo diçka që po i pëlqen. Po nga ana tjetër ti e shef që në të qindën e sekondës fëmia nga shumë i qeshur e ndron faqen dhe shpërthen në të qara që edhe kjo është sjellje. Domethënë pas një arsye fëmia nis të qan që okay, çfarë po ndodh, po tani çfarë pati, si ta qetësosh, kur nis ta qetësosh, ai mund të kalojë edhe në këtë pjesë, ka raste që shtrihet në tokë me të qara dhe ka sfida nga më të ndryshme. Si është një fëmijë, nuk është një fëmijë. Është shumë e vërtetë, ndryshon shumë nga njëri tjetri. Shumë.
në fakt si është punosh me prindrit, sepse ne punojmë me fëmijët, pra ju punoni me fëmijët, po të njëjtën kohë ju punoni dhe me prindrit, sepse i flisni, ju cilemi kështu, duhet të bëjmë këtë në mënyrë që ta ndihmojmë. Por e vërteta është që jo të gjithë janë të vullnetshëm ta pranojnë, sepse u dhem. Për shembull, jo të gjithë janë të vullnetshëm ta pranojmë që dëgjoj se fëmia im është autik. Ose dëgjoj se fëmia im ka këtë problem. Dhe si të thuash, në një farë mënyrë e mohojnë kaq shumë sa e besojnë në mendjen e tyre që fëmia im është okay, unë thjesht po e çoj në këtë person sepse ka nevojë për ndihmë ose ka nevojë për një moment. Dhe është shumë e vështirë të punosh me këtë lloj prindër sepse nuk depërton dot. E vërteta është se po nuk që prindi bashkëpunues, terapia nuk ka fare efekt, sepse ti i thua prindit që fëmia ka këtë problem dhe prindi thot po nuk e solla për këtë, unë e solla për këtë tjetrën. Do me thënë, fëmia mund të ketë ADHD, mund të ketë defekte artikulimi, mund të ketë i njëjti person, i njëjti fëmijë, dhe ti i thua prindit që duhet punoj me të gjitha fushat e zhvillimit. Dhe prindit vjen e thotë që jo, unë nuk dua të punosh me këtë fushë, dua të punosh vetëm me këtë tjetrën. Por ti nuk mund të punosh me këta prindër. Dhe është të vjen keq për fëmijën sepse ti duhet që të punosh në të gjitha fushat njëkohësisht. Prindrit janë sfida më e madhe për çdo logoped. Në rast se nuk kemi prindër bashkëpunues, logopedi punon në presion. Ti mund të dalësh nga ora e terapisë me informacion çfarë ka bërë fëmia, si është sjell, çfarë ka arritur të zhvilloj, ndërkohë prindi është komplet indiferent. Si ja bëjmë në këto momente? Kur është që fëmia ka nevojë për ndihmë dhe ti, do të thënë si thua, ke aftësi, e ke në dorë ta ndihmosh, por në të njëjtën kohë ke një prind që nuk bashkëpunon me ty. Dhe ti ke ngelur midis dy ujrave që dëgjoj se nuk është fëmia im, por në të njëjtën kohë jam detyruar, kam një përgjegjësi për ta ndihmuar sepse di se ta ndihmoj. Po. E vërteta është se të vjen keq kur ti e shikon që edhe fëmia vet do të përparoj, po prindri është komplet neglizhent ndaj fëmijës. Ne japim një plan që prindit punoj me fëmijën në shtëpi, një plan terapie. Dhe në rast se prindi nesër pas nesër vjen të më kërkoj mua llogari se pse fëmia nuk ka hec, normalisht kam dhe unë të drejtën t'i kërkoj llogari që pse nuk e punuar me fëmijën në shtëpi. Unë kam një plan pune, unë i tregoj prindrit se çfarë jam duke punuar. Prindi ka të njëjtin kopje të planit punës, 1, 2, 3, 4 gjëra fëmia i ka arrit në terapi. Po gjërat që ka në shtëpi 1, 2, 3, 4 ai ka arritur, a ke punuar me to? Kështu që kur kemi prindër bashkëpunues pastaj, edhe ambienti është ndryshe, edhe fëmia është i qetë, edhe puna bëhet me më shumë dëshirë, me më shumë pasion, se fëmia duket pastaj që përparon shumë më lehtë në krahasuar me fëmijët që nuk kanë ndihmën nga prindrit. A ke pasur raste që të kanë prekur shumë emocionalisht? Emocionalisht mund të preker si pozitivisht ashtu edhe negativisht, që do të thotë në momentin që ti shikon që një fëmijë është duke ecur, shef frutet e punës tënde, atëherë kjo gjë ta gëzon zemrën edhe të motivon akoma më shumë për të punuar me ta. Po edhe nga ana tjetër, kur shikon fëmijë që nuk janë duke ecur ashtu siç ti do, nuk janë duke ecur sipas pritshmërive, qoftë pritshmëritë e mia apo qoftë pritshmëritë e prindërve, kjo pastaj është pak të rrezon, të demotivon, edhe thua, ok, zot, çfarë jam duke bërë gabim? A është diçka nga ana ime apo diçka nga ana e fëmijës, prindi duhet ndryshuar plani i terapisë, çfarë ka që nuk ecën? Po normalisht që prekemi emocionalisht me çdo rast. Ne po flasim për logopedi, por a mund të na përmendësh pak me 2 fjali çfarë është në fakt logopedia për njerëzit që ndoshta po na dëgjojnë dhe po thonë, ok, është hera parë ose ndoshta e dytë, e kam dëgjuar, por nuk e di tamam se çfarë është. Logopedia është një degë mjekësisë e cila merret me çrregullime të komunikimit, merret me problematika të gëlltitjes, merret me çrregullime neurozhvillimore, nuk ka të bëjë vetëm me pjesën e komunikimit. Dhe kjo është një nga gjërat që keq kuptohet më shumë ti e mend në Shqipëri, sepse çdo problem që ka të bëjë me aparatin fonator, çdo problem që mund të ketë bebe, foshnja të cilat nuk arrin dot që të thithin, nuk kanë lindur me refleksin e thithjes, nuk e kapin dot xhirin e nënës në fillim. Gjitha këto trajtohen nga logopedi. Domethënë çdo problem që ka të bëjë me aparatin fonator dhe aparatin artikular. Shumë qartë dhe faleminderit që na shpjegova. A është më mirë që ta kapim këtë gjë në faza fillestare, pra ta kapësh ti e vëre që fëmia ka diçka që nuk shkon dhe ta kapësh në faza fillestare, apo për sa kohë aq më gjatë sa ti e lën, ajo gjëja progreson dhe bëhet më keq. Normalisht është më mirë të parandalosh se sa të trajtosh.
që në momentin që ti e shef që fëmia në një fush është duke çeduar, nuk është duke ecur ashtu siç duhet, ti e shikon që fëmia ka arritur 1-2 vjeç dhe nuk ka fare tinguj, fjalë, normalisht që sa më herët të bëj terapi, aq më mirë është. Ndonjëherë prindërve ju duket sikur, okay, po 1 vjeç, 2 vjeç fëmia është shumë i vogël, është normale. Hëse i vjen e folura me vonesë. Nuk ka pse të vije folura me vonesë. Njeriu nuk është krijuar që fjalët e para ti thot 5 vjeç. Shumë qartë. Kështu që në momentin që ti e sheh që fëmia ka një problem, në momentin që ti si prind e dallon që diçka nuk po shkon siç duhet, më mirë drejtohu tek një specialist, edhe nëse nuk ka problem, lavdi Zotit, do thuash okay, të paktën hoqe shqetësimin tënd si prind, ama çfarë sikur fëmia me të vërtetë të ketë një problem, edhe ti thjesht e ke anashkaluar e ke neglizhuar se hëse do bëhet mirë, hëse do flasi, hëse do rregullohet. Nuk mund të lihen gjërat hëse do bëhen mirë. Sa herët është shumë herët? Si mendon ti në atë eksperiencën tënde që ke parë? Për ta trajtuar një fëmijë, asnjëherë nuk është herët. Që në momentin që ti e dallon një problem që fëmia ka. Un kam në terapi edhe fëmijë 2 vjeç. Fëmijë 2 vjeç që thjesht mund të lëshojnë në një tingull tek tuk, por nuk është herët për të. Për të është mosha ideale sepse ai nuk është i zhvilluar në shumë fusha. Shumë qartë. Kështu që asnjëherë nuk është herët për të trajtuar një fëmijë. Si e ruan shpresën kur progresi është i ngadalt? Pra ti kur e sheh që nuk po vë progres, fëmia s'po përgjigjet, un po bëj çdo gjë në dorën time, po duket sikur nuk po marr një përgjigje mbrapsht. Veç tek Zoti, për të ruajtur shpresën, është shumë e rëndësishme ti jesh i mbështetur fort tek Perëndia, ti jesh i rrënjosur në fjalën e Tij, edhe të qëndrosh te këmbët e Atit, se ndryshe nuk do kemi shpresë për asnjë fushë tjetës. Dhe një gjë që unë e bëj vazhdimisht është që të lutem për pacientët, për fëmijët me cilët unë punoj, dhe një nga gjërat që Zoti ma ka folur në kohën time personale, por edhe ma ka konfirmuar përmes të tjerëve, ishte që lutu për ta. Ata ka nevojë për dritën, edhe me të thënë të drejtën, ndonjëherë ndihem shumë e pafuqishme, duket sikur okay, nuk kam më shpresë, por është prap Zoti ai që na mban. Unë e di që nëse nuk do ishte për Perëndin, unë nuk do isha fare as në këtë deg, as në këtë punë, nuk do isha fare logopede. Po të mos ishte për Zotin, nuk e di se ku do isha. Kështu që vetëm një gjë që mund të bëjmë është të qëndrojmë fort të lidhur me Atin. Unë personalisht flas për personat e krishterë, se pastaj nuk e di logopedët e tjerë se si a dalin. Marrëdhënia me Zotin të ndihmon shumë sepse të ngre, fjala e Tij të ngren, ka një fuqi rigjeneruese që të ngren edhe ato momente që ti thua nuk më mbajnë dot këmbët. Dhe ne kemi mjek, kemi logoped, kemi njerëz që merren me shumë, mund të them shumë aspekte të ndryshme të mjekësisë, sepse mjekësia në vetvete është e vështirë. Dhe ama ne kemi shumë nevojë për mjekët, dhe sidomos për mjek të krishterë. Dhe ka ca momente që ty të le zemra sepse po mjek që shohin njerëz që vdesin sa të operacionet, më kupton, ose fëmijë. Unë te fëmijët, me thënë të vërtetën, i kam pikë të dobët, dhe unë kur shoh diçka që u ndodh fëmijëve, unë aty nuk më mban zemra. Domethënë në momentin që ti ke prek fëmijët, unë prekem. Dhe duhet ta ngrej veten, ti them mos u prek tani, bëu efort se nuk është momenti. Dhe kur ti sheh këto lloj rastesh, nuk të jep, duhet të mbahesh patjetër te Zoti se nuk ja bën dot, nuk ja del dot për ndryshe. Sepse s'ke ku, zemra jote nuk e ka të fortë që do të mbaj ty që ta kalosh këtë gjë, për shembull. Dhe ne po flasim, po marrim një rast shumë ekstrem, por ka dhe raste të tjera shumë të vogla që të demoralizojnë dhe të dekurajojnë. Po të mos kishim Zotin, nuk e di, do ta kishte lëshuar zemra me kohë, nuk e di ku do ishim seriozisht. Madje edhe një nga arsyet pse unë nuk e pëlqej mjekësinë e përgjithshme është sepse nuk duroj dot të shoh këto skenat. Të kuptoj shumë. Edhe unë një nga arsyet pse më kanë pas pyet një herë, më thanë, pse nuk u bëre mjeke? Imagjino pak mua me profilin e mjekës. Edhe i thash, nuk jam bërë mjeke sepse e para punës s'ishte thirrja ime, nuk ishte vendi ku unë do isha, edhe e dyta punës sepse nuk është se nuk mund ta bëj, po është sepse nuk unë si Elena nuk mendoj që do ta përballoja shumë mirë të shihja një gjë të tillë para. Domethënë nuk mendoj që do ishte pika ime më e fortë. Dhe thjesht ka ca gjëra që ti mund t'i bësh, po thjesht nuk janë për ty. Po, e vërtet. Nëse mund të bësh diçka tjetër. Mendoj që ti e bëj shumë mirë mjekësinë, ama mjekësia s'është për ty, është logopedia për ty. Ti aty shkëlqen. Dhe ke shumë të drejtë këtë që the. Është shumë e rëndësishme të kërkojmë fytyrën e Zotit edhe vullnetin e Zotit ku ai na do, sepse në momentin që Perëndia na dërgon diku, ai vet ka për të na pajisur. Ne nuk kemi pse ta bëjmë diçka vetëm se duhet bër. Duhet bëjmë atë që Zoti vërtet na ka thirrur të bëjmë. Shumë e vërtetë. Kështu që
për ta mbyllur, a mund të na japësh një inkurajim ose këshill, më mirë të them, si në lidhje me prindërit që kanë fëmijët në këto kondita. Çfarë duhet të bëjnë? A mund t'ja inkurajojnë pak zemrën, hapat e para që ata duhet të ndërmarrin, si ta dallosh që fëmia ka nevojë për ndihmë dhe në atë momente të veprosh. Unë mendoj që çdo prind duhet të lexojë, duhet të informohet, duhet të di se si është zhvillimi tipik i një fëmie. Në momentin që ti di zhvillimin tipik të një fëmie, atëherë ti e kupton shumë lehtë nëse fëmia ka një problem apo jo. Ne të gjithë mund ta dallojmë një fëmijë në pamje të parë nëse ka një problem. Edhe këtë po e them nga ana e jashtme, një sjellje e tepërt, një sjellje që ty nuk të bën sens për moshën që fëmia ka, një mënyrë të foluri ndoshta, ose ku diun belbëzimi, fëmia ka filluar që duke folur të ngecin fjalët. Kjo dallon që nuk është një zhvillim normal i fëmijës. Kështu që prindrit mund të këshillojnë edhe me një specialist të fushës, qoftë logopedi apo me një mjek pediatër apo me një pediatër neurozhvillimi. Çdo kush që mund të ndihmojë që është i fushës përkatëse. Pastaj një gjë që prindi nuk duhet bëjë është patjetër mos të shqetësohet. Në momentin që ti e shikon që fëmia ka një problem dhe ti nis o bobo çka ka fëmia, si po bën fëmia, gjithë energjia negative prindri do i të çohet fëmijës. Edhe kështu fëmia do ta shikosh që ka sjellje komplet të tjera. Situata në familje gjithashtu ndikon shumë tek fëmia. Nëse fëmia është i rritur në një ambient të zhurmshëm, në një ambient ku bërtitet, të njëjtat gjëra fëmia do t'i bëjë edhe vet. Në momentin që fëmia shikon, ku diun, prindri duke u zënë, në momentin që ti e shikon fëmijën duke bërtitur, ti e kupton nga çfarë familja i vjen. Prandaj thuhet gjithmonë që fëmia është pasqyra e familjes, është pasqyra e prindrit, sepse është krijuar për të imituar atë që të tjerët bëjnë dhe fëmijët janë imitues të papar. Ndoshta ti thua ku e ka mësuar këtë gjë, por nuk është se do shumë të mendosh se ku i ka mësuar disa gjëra, sepse normalisht e di që është rritur në një familje të tillë. Dhe ka shumë të vërtet ndaj kësaj gjë që ti po thua, sepse fëmijët thithin më shumë se ç'ne mendojmë. Po. Dhe në një herë shohim me të vërtetë si ti po ku nga mësoj këtë gjë. Po. Dhe janë mund ta përdor këtë shprehje nga më të fortë se ç'duken. Në disa momente kuptojnë më shumë se ç'mendojmë ne, vinë dhe thonë disa gjëra, po ti nga e di këtë informacion, po e theti. Po. E theti një herë. Truri i tyre është si sfungjer, prandaj edhe mësimi i gjuhëve të huaja ndonjëherë duket që si ka mundësi këta fëmijë kaq të vegjël mësojnë gjuhë të huaja kaq kollaj, sepse truri i tyre funksionon në mënyrë të tillë që i përthis shumë shpejt informacione, të arrin që ti përthithi shumë mirë. Kështu që edhe një gjë tjetër që prindrit e bëjnë dhe shumë gabim është shilen fëmijët në telefon. Është problemi numër 1 që ne hasim me çdo prind. Fëmijën e ke në telefon sapo del nga terapia, fëmijën e ke në telefon sapo e merr nga kopshti. Ulesh në kafe, ti shikon prindrit në tavolinë dhe fëmijën përsëri në telefon. M'fal, po kjo bllokon zhvillimin e fëmijës. Ti mendon që e duke i bërë mirë se fëmia po dëgjon anglisht, është e tmerrshme. Faleminderit shumë që na dha disa këshilla shumë të nevojshme. Edhe faleminderit që ishte këtu sot me atë prezencën tënde të bukur që na mund të them një gjë kryesore që ti na the është mos shqetësohemi. Nëse fëmia e ka atë problem, me lutje zgjidhet, me ndihmë zgjidhet dhe siç ti the në fakt kur ti ishe një prind që shqetësohet dhe është një prind që i bllokon derën e Zotit që të punojë, sepse shqetësimi dhe frika janë mbyllur derën e Zotit dhe ai nuk punon dot me fëmijën tënd nëse ti ke frikë dhe ti ke kaq shumë shqetësim. Është dorë me një për të mos ta marrë mrekullinë tënde. Dhe faleminderit shumë që morë nga koha jote për të ardhur këtu sot. Të lutem. Edhe të vlerësoj shumë, faleminderit. Faleminderit ty. Shpresoj që ta keni pëlqyer dhe ta keni shikuar këtë program. Ne bashkë do të jemi javës tjetër. Shumë bekime.